Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në këtë edicion të emisionit tonë Bashkimi Evropian dhe ne do të flasim edhe sot për procesin eurointegrues të vendit, i cili është në një pikë mjaft delikate që nga hapja e negociatave. Duke filluar nga e drejta kushtetuese, duke vazhduar më tej me bisedimet mes Bashkimit Evropian vendit tonë dhe Bullgarisë, por edhe shumë çështje të tjera të cilat tangojnë këtë pikë, këtë kryqëzim. Do të flasim sot me profesorin Murat Aliu, i cili do të na jap më shumë nga pikat apo këndvështrimi i tij rreth kësaj çështje. Mirëserdhët në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Profesor, siç përmenda, jemi në një pikë mjaft delikate kur kemi parasysh faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Flasim për atmosferën politike, aktorët politik, deklaratat e tyre të cilat do t'i diskutojmë në gjatë emisionit. Kur përmenda ndryshimet kushtetuese, të cilat janë parashtruar, a është kjo një kërkesë substanciale apo vetëm teknike? Si e shihni ju kërkesë e Bashkimit Evropian dhe Bullgarisë? Fillimisht pajtohem që Maqedonia gjendet në një pikë të rëndësishme, do të thoja në një udhkryq, ku do duhet paktën të zgjedh kak do të shkoj. Edhe pse deklarativisht elitat politike dhe kulturore po thunë që ne nuk kemi asnjë opcion tjetër përveç BE-s, por kam frikën që stagnimi në proceset eurointegruese, pra base edhe në subkonsciencë, do të në detyrojmë base edhe të mendojmë për opcione tjera. Si do qoftë, sa i përket pyetjes tuaj, mendoj që kësaj here është substanciale. Pra kërkesa për ndryshimet kushtetuese është substanciale në kuptimin që po që se bëhen këto ndryshime, mendoj që do t'i hapen rrugët Maqedonisë për integrimet apo konkretisht për fillimin e negociatave formale me bashkimin Evropian. Sigurisht, mund të edhe teknike nga një aspekt, për ashtu se nuk përfundon gjithçka. Për shembull, përfshirja e bullgarëve në kushtetut nuk nënkupton antarësim të Maqedonisë në BE me automatizëm, por fillimin e negociatave apo hapjeve të kapitujve me BE-n. Tani nëse keni fjalën a është kërkesa e fundit e Bullgarisë, pra kjo është një çështje tjetër që duhet mbasi do ta diskutojmë pak më. Po, patjetër se do ta diskutojmë. Këtu deshta të ndalem edhe te pjesa kur përmendet bullgarët dhe futjen e tyre në kushtetutë. A e cënon përfshirja e komunitetit bullgar në preambulën e kombin Maqedonas, për shembull, të vendit, apo është vetëm pjesë e marrëveshjes së Ohrit, e cila edhe parasheh përfshirjen e etniteteve të ndryshme? Unë mendoj që tani do jap një kontekst kësaj çështje, jo që nuk e cenon identitetin apo kauzën kombëtare maqedonase, por e ndihmon. Parasysh se keni parasysh cili është problemi në thelb ndërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë. Problemi në thelb qëndron që bullgarët nuk njohin kombin Maqedonas të veçantë nga ato dhe gjuhën maqedonase. Pra që nga fundi i shekullit 19 hapet atë që quhet çështja maqedonase apo problemi Maqedonas. Dhe në thelb të kësaj çështje qëndron mohimi i një kombi të veçantë Maqedonas nga bullgarët, serbët dhe grekët. Dhe tani çka ndodh? Nëse ti përfshin bullgarët në kushtetut dhe thua që këto janë një grup etnik, një pakicë etnike në Maqedoni, faktikisht ti po bën një lloj dallimi ndërmjet ne dhe ato. Faktikisht edhe Bullgaria me këtë pranon që ju Maqedonasit nuk jeni bullgar, me qenë se këto janë pakica bullgare, ju jeni shumica maqedonase. Dua të them që pra kjo e ndihmon kauzën maqedonase dhe një herë për gjithmonë
mbyllet kjo çështje e mosnjohjes së identitetit kombëtar Maqedonas nga Bullgaria. Pra, nëse ato janë bullgar, ne jena Maqedonas. Pra arsye se kombi në vetvete, kombi në vetvete do të thotë të vendosish kufi simbolik me tjetrin, me ndryshmin nga ty. Dhe vetë fakti i përfshirjes së bullgarëve këtu pra dëshmon që bullgarët dhe maqedonasit nuk janë kombe të ndryshme. Janë dy kombe të ndryshme. Dhe kështu rrëzohet krejt diskursi shkencor, publik dhe politik bullgar këto 150 vjet fundit që ju jeni bullgar. Sigurisht nuk ka edhe probleme tjera tani, ato deri 45-ën e njohin, pas 45-ës e njohin maqedonasit e kështu me radhë, por në parim dhe thelb kjo mendoj që e ndihmon këtë përmbyllje njëre përgjithmonë asaj që quhet çështja maqedonase. Kryeministri Mickovski para disa ditëve dha një deklaratë, edhe pse deklaratat vazhdimisht i kishte prafërsisht të njëjta, mirë po i vendosi dy kushte faktorit të jashtëm, që edhe njerë mos të hapet, do të thënë çështja e ndryshimeve kushtetuese dhe të jepet një garancë se nuk do të kemi kërkesa tjera. Sa e mendoni se është e logjikshme dhe është e dobishme kjo për vendin tonë, apo është vetëm një prolongim i këtij procesi? Unë mendoj që fatkeqësisht partia VMRO-DPMNE dhe kryeministri Mickovski nuk janë të interesuar për zgjidhjen e këtij problemi. Dhe vendosja e kushteve duket paksa absurde dhe pa logjikshme, por është një lloj alibi për atë që thuani ju për ta prolonguar dhe mos i bërë këto lloj ndryshimesh. Pse është absurde? Është absurde për faktin e thjeshtë që Maqedonia nuk është në pozitë, nuk e ka peshën qoftë ekonomike, qoftë politike, qoftë ushtarake, por edhe gjeopolitike me vendos kushte Bashkimit Evropian dhe Bullgarisë. Tani këtu me qenë se jemi një shoqëri e cila jeton me folklorizma, me nacional romantizma, me mite, është ngulitur kryesisht tek diskursi politik dhe shkencor Maqedonas që Maqedonia pas ka një pozitë shumë të rëndësishme gjeopolitike, jo nuk e di zemra e Ballkanit, pra manifestohet përmes këtyre metaforave, gjë që nuk është i saktë. Maqedonia është një shtet shumë i vogël, para së gjithash, i varfër, por edhe me një pozitë geopolitike dhe geostrategjike pa rëndësishme. Një vend paramendoj që s'ka dalje në det. Dhe tani e merr Bullgarinë. Kush është Bullgaria? Veç mas në këtë kontekst, ku kemi një luftë në kontinentin europian, siç është lufta Rusi-Ukrainë, Bullgaria për NATO, për BE ka një peshë jetike. Pasi që Bullgaria, si me thanë, është në atë frontin e parë të luftës, pra, ka daljen e detin e zi, po kufizohet me Moldavin, ku e dimi që në Moldavi ka një pjesë ruse atje, dhe tani pesha e geopolitike e Bullgarisë është shumë më e madhe se sa e Maqedonisë. Dhe tani, të mendosh që Bashkimi Evropian, NATO, SBA, le të themi, kjo zona perëndimore do të akuzoj Bullgarinë për Maqedoninë duket paksa absurde. Edhe për një fakt tjetër, duhet me pranu që Bullgaria është brenda. Jemi ne ato që kërkojmë me hy në Bashkimin Evropian. Dhe nga ky pozicion duket shumë e vështirë me vendu kushte. Sigurisht kjo është parë nga prizmi realist, i politikës realiste. Nëse flasim nga një qasje idealiste, moraliste, atëherë po, pra, ne kena drejt, kuptimin që nuk o qëndrim parimor, nuk ka pse një shtet tjetër me të imponu ty se si ndjehesh, si emërtohesh, e kështu me radhë. Por, me qenë se qasja idealiste në marrëdhënie ndërkombëtare nuk është asgjë tjetër përveç se një mit,
Pra, duhet ta pranojmë faktin që bota që nga fillimi deri sot kështu ka funksionu. Pra, i forti, i fuqishmi, pak a shumë vendos rregullat e lojës. Retorika, kur e përmendëm disa retorikën, do të thënë të aktorëve politikë në vend, është gjithashtu se ne kemi bërë mjaft, duke marrë parasysh aspektin e harmonizimit të ligjeve, jo edhe jetësimit të tyre, dikun 5-10%, shumë e shumë gjëra të tjera për të cilat mburren se jemi para Shqipërisë. A mund të ndanim për qytetarët tanë këtë dimensionin se në çfarë aspekti, do me thënë, teknik apo praktik jemi? Jo, këto janë, aj për mos me përdor në fjalë më të rëndë, këto janë paralla, këto nuk janë vërteta, po shumë bukur e thotë, mbase në letër ne kena harmonizu regulativën, normativën tonë ligjore me atë të Bashkimit Evropian, por kur jemi tek çështja e zbatimit atyre ligjeve, jemi shumë larg. Unë nuk kam dhëna empirike apo shkencore se si qëndrojmë raport me Shqipërinë, por nga vëzhgimet tona, e themi sociologjike dhe intuita, nuk mendoj që Maqedonia është para Shqipërisë, në asnjë aspekt. Madje ne mendoj që jemi të fundit të Ballkanit përsa i përket zhvillimit të gjithanshëm, qoftë ekonomik, qoftë kulturor, qoftë arsimor, në gjitha aspektet. Pra për ta është një çështje, mendoj që është një manipulim, është një diskurs manipulues dhe propagandistik se ne qëndrojmë shumë bukur. Së dyti, ajo që qytetarët tonë duhet me e ditë, çështja nuk qëndron tek ligjet, pra tek miratimi e ligjet, është çështje mentaliteti dhe ndërgjegjeje. Pra, çka është Evropa? Njëherë do të me definu çfarë është BE-ja. BE-ja para së gjithash është një tërsi vlerash. Pra, ne kur përmendim BE, apo Europë, apo Perëndim, çfarë na asocion ajo ne? Na asocion demokraci, mirëqenie ekonomike, liri dhe drejtat njerëzit, ku tani drejtat e grave, e kështu me radhë. Dhe problemi jonë që është që ne këtu ngecim. Ne për nga vedia jonë, për nga habitati, habitusi jonë, mënyra se si e konceptojmë botën, jemi shumë larg Europës. Këtu o problemi, pra. Nuk o problemi tek ligjet. Dhe prandaj ekziston tani kjo diskrepancë. Shiko, kjo është le themi një qarje e brendshme, thuni që ligjet i kena sjell krejt janë rregull, mirë po praktikimi i tyre ngec. Dhe këtu ngec për arsye se ne nuk e kena përbrendësuar vlerat europiane. Ne duam dhe fatkeqësisht BE-n e kemi reduktuar vetëm në një entitet ekonomik. Pra, shumica e njerëzve kur thuni BE apo Europë, u shkon me ja tek para, tek mirëqenia ekonomike. Tek pagat, tek pagat. Po kjo nuk e vërtet. BE-ja pas gjithashtu janë disa vlera. Demokracia, për shembull, cili është raporti jonë me demokracinë? A jemi në shoqëri demokratike? A kemi konceptet bazë të demokracisë, të lirisë, të individualizmit, urbanizmit? Gjitha këto gjëra. Dhe këtu ne po ngecim. Ne kam përshtypjen që, po e përfundoj, nëse e marrim për të mirëqenë të ndarjen e botës në lindje dhe perëndim, ne jemi shoqëri lindore. Kur folëm për mendësinë kolektive dhe aspektin e pëlqimeve apo pranimit të ndryshimeve në shoqëri, sa jemi të përgatitur edhe qytetarët në këtë drejtim. Kishim rënje të besimit në rrugën evropiane apo euroskepticizëm dhe tash kemi rritje të besimit. Sipas analizave të fundit të cilat i shpalosi edhe Konrad Adenauer para disa ditëve, dikun 70% që është një përqindje mjaft e madhe, qytetarëve mbështesin procesin eurointegrues. Mendoj që kjo është diçka pozitive që qytetarët e ruajnë besimin se i përket orientimit ton strategjik, por edhe vleror, do të thoja. Pra e që është perëndimi apo bashkimi europian.
por tani nuk e di tu, prap sa po e thash, vetdia jon, pra nuk përkon me vetdijen e vlerave europiane. Por nuk ka problemi tek qytetarët. Problemi tek elitat, pra ato që udhëheqin se fundit qytetari thjesht ka nevojë për me e orientu, për me e udhëheq. Dhe sigurisht udhëheqës janë elitat politike dhe kulturore. Dhe kam përshtypjen që ne problemi jon është këtu, tek kualiteti i këtyre elitave politike, për faktin e thjesht që elitat veç mas ato politike kanë humburat dimenzionin dhe misionin emancipus. Për shkak se politika, megjithatë, në thelb ka edhe një dimension pedagogjik, një dimension emancipus. Kuptimin që ti duhet me u bo shembull për qytetarin, dhe qytetari ty me të pas një lloj role models, një që do të ndjek ty. Dhe këtu kam përshtypjen që ngecin, pra. Kur atë shumë është devalvu skena politike, ajo nuk prodhon edhe nuk reflekton faktikisht asnjë lloj vlere. Dhe kjo reflektohet edhe në taban, pra në sociologji, reflektohet poshtë. Ne nuk kemi elita që do të shërbejnë si modele për qytetarët. Dhe këtu është edhe ajo çështja e ngecjes. Tani këtu shto çështjen e devalvimit absolut sistemit arsimor. Sistemi jonë arsimor nuk prodhon as një lloj individi i cili do të mendojë në mënyrë kritike, një lloj individi i cili do të dalloj nga gjeneratat e vjetra, nga pararendësit, edhe devalvimin gjitha fushat tjera. Pak a shumë ky është shpjegimi im sociologjik, pra nuk është çështja, nuk ka fajt tek qytetarët, se fundja kjo mund duket pak sa qasje elitiste, masat, turmat, aty ku ju udhëheq, ato aty shkojnë, fundja e fundit. Pra, është puna e elitave, pra, për me i orientu aty ku duhet dhe për me prodhu vlera, cilet vlera nga lartë do të përçohen poshtë. Dhe me qenë se politika nuk është që prodhon do një vlerë pa le çfarë, prodhon atë që prodhon, sigurisht e përveçojnë edhe masat. A është kjo edhe arsyeja e ikjes së trurit? Ju punoni edhe me student, me të rinj, po. Gjithashtu edhe në takime të shumta të cilat kemi pas ne, ose analiza që janë bërë gjithë ju, në vend thuhet se thonë të rinjt se nuk ikin vetëm për shkak të gjendjes ekonomike. Kjo është shumë e vërtetë, por megjithatë paktën nga përvoja ime dhe me shumë kështu dhe them sinqerisht me mundohem të kem objektiv vlerësimet e mia, kjo çështja e të rinjve nuk duhet egzageruar aq shumë, mendoj unë. Por se shpesh dëgjojmë që kjo gjeneratë është gjeneratë ndryshme, unë nuk shoh në lloj shkëputje radikale në mindset të gjeneratës re nga gjenerata e vjetër. Fundja ato janë njerëz, individ që formsohen në një kontekst të caktuar shoqëror, politik, kulturor, historik, dhe ato domosdoshmërisht ndikojnë nga ne që jemi gjeneratë më e vjetër. Dhe unë personalisht nuk mendoj që kjo gjenerata e re dallon shumë nga gjeneratat e më parshme, po që se ishte ashtu, pse kjo unë pajtohem që ka një lloj migrimi jo për shkaqe ekonomike, po për shkaqe kryesisht vlerore, le të themi, por ato parashot pyetja pse ajo lloj pakënaqësie, ai mlef nuk shpërthen rrugëve, që shpërthen në Bullgari tani me studentët dhe në Serbi, po shpërthen para dyerve të ambasadës Gjermanisë. Pra është një çështje që do t'i japim ne përgjigje të paktën ne që merremi me këto çështje të sociologjisë e politologjisë. Pra pse për gati se 15 vjet fundit, pra ky mlef
nuk shpërtheu pra rrugëve, kuptimin me organizu asil lloj protestash dhe revolucionesh, cilat do të shndru dhe do ta kishin emancipu klasën politike, por shpërthej nëpër ambasada apo rrugëve të Europës. Për t'ju pyetjes suaj, po pajtohem që nuk o vetëm çështja ekonomike, sigurisht ka edhe faktorë tjerë, çështja e arsimit, shëndetësia, për shembull, gjithë ato që kanë dhe vizitojnë shëndetin publik e dinë më së miri se çfarë ndodh atje. Por për ta përmbyll ky roli i rinis, me gjithë respektin, unë punoj me student, nuk duhet me u egzageru. Kur përmendet protestat në vendet të ndryshme përreth, mund të flasim edhe për Kosovën si shtet, një shtet i sapo formuar që po jetë me hapa shumë të shpejt, por kemi vazhdimisht aktivitetet të rinjve dhe të qytetarëve. A mendoni se qytetarët tanë kanë normalizuar çdo gjë, çdo fenomen negativ do të thoja në këtë kontekst? E kanë normalizuar dhe e kanë pranuar si normale që mos të jenë pjesë e tyre? Shumë sakt. Kjo është shumë e saktë, po është normalizuar. Këtë është arsyeja pse është normalizuar, duhet me u diskutuar. Pra po kthehem. Nëse duhet qasje reduksioniste kjo, po prap gjithçka sillet rreth trurit, rreth vetdijes, pra është çështje e vetdijes. Tani mund të jetë edhe një aspekt tjetër që qytetarët e kanë humbur besimin tek politika, nuk po them që edhe kjo nuk është një faktor, por arsyeja kryesore, unë si njeri pak që jam marrë edhe merrem pak me çështjen e filozofisë, është ajo që tek kjo shoqëri mungon mendimi kritik. Shoqëria jonë nuk mund të mendojë në mënyrë kritike. Pra, sistemi arsimor nuk prodhon një individ i cili bën pyetjen pse. Pra gjithçka fillon me pyetjen pse. Pra revolta, kryengritja dhe rezistenca dhe kërkesa për liri fillon me pyetjen pse. Pra ajo që i mungon kësaj shoqërie është pikërisht kjo, mendimi kritik. Është një lloj shoqërie që akoma beson në lloj mitesh, në lloj folklorizmash, lloj kallëpesh ideologjike të mistifikuara, të fshehura. Pra mendoj që këtu o problemi, shikon pajtohem me ju, nuk duhet egzageruar as roli i Kosovës, por me gjithatë atje ka një entropie që në këtë një filozof, pra që është entropia një lloj lëvizjeje, një lloj dialektike, pra diçka po lëviz, mbase diku në fund tunelit që e dëgjon një lloj zëri, një zëri kritik, dhe ajo që i mungon kësaj shoqërie është pikërisht kjo. Ktu mbi gjitha e kemi fajin edhe ne si ta them se kjo fjala intelektuale është shumë fjalë e madhe, po si thell akademike, pra edhe këtu mungon zëri kritik. Unë shpesh herë mendoj një çështje, si ndodhi që ne këto vitet fundit, 20-30 vitet fundit, pra krijuam një intelektual a profesor, sidoqoftë kaq konformist. Sot zëri i atyre cilët duhet me kriju mendimin publik dhe mendimin kritik mungon. Ne mbase mund shumë formalisht dalish, flasish, por mendimi kritik mungon. Pra, mendoj që çështje të delikuara se të kërkojnë një trajtim pak më intra dhe multidisciplinar, por përgjithsisht, pra për ta reduktuar çështjen, prapë unë e them që është çështje mentaliteti dhe mungesa e mendimit kritik. Po, është fakt, e kemi diskutuar disa herë në emision ku e kemi ngulfat ndoshta kohën e fundit mendimin kritik, kjo edhe është mungesa edhe në hapësirën mediatike edhe kudo, domethënë në gjitha segmentet e jetës të cilat janë mjaft të rëndësishme për ta shty dhe për ta formësu këtë shtet ashtu si që ka hijet, dhe ta merrat titullin demokratik, se jemi me një demokraci të brisht.
Do doja të kthejmë se do të kishim shumë të flasim për qytetarët me ndësin tonë kolektive, do doja pak të kthehem në politikë, kur përmendat elitën intelektuale, apo fillën akademike të flas, apo fillën ndoshta edhe mediatike dhe shumë faktorë të ndryshëm, flasim për elitën politike shqiptare në këtë kontekst të ndryshimeve kushtetuese apo proceseve të rëndësishme, mos ndalemi vetëm në ndryshime kushtetuese, se kishim edhe ngjecje të tjera. A nuk mund të bëjnë diçka më shumë për ta shtyrë këtë? Ku janë? Ku është elita dhe çfarë faktori është elita shqiptare? Pyetje me vend. Kështu së pari mendoj që politika shqiptare për çështjen e integrimit në BE gjatë gjithë kohës më shumë e ka pas deklarativisht se sa do një interes serios. Kjo përfshin edhe të koalicion qeveritar shqiptar që është tani. Nuk mendoj që janë atë shumë të interesuar për integrimin e bashkërisë të BE. Por, këtu vëndoj një presje. Pa mos dashur të justifikoj dhe arsyetoj këto. Mendoj që kjo çështje, ashtu siç kontesti me Greqin për emrin, i te i kalon partitë politike shqiptare, po shqiptarët në përgjithësi. Pra po them nuk du t'i arsyetoj, por këto probleme i te i kalojnë. Kuptimin që pa mos marrë vullnetin dhe bekimin e partive maqedonase, të rast VMRO, DPMNE-s, partitë politike shqiptare, faktori shqiptar, pale çfarë presioni me bë, duket paksa e pamundur. Për më tepër, le shqiptarët, tu faktori ndërkombëtar, pa mos marrë një lloj iniciative, një lloj presioni, zgjidhja e këtyre lloj problemeve, mos marrëveshjeve është e vështirë. Pra, për ta thënë troq, përgjithësia kryesore dhe roli përcaktues është tek partitë politike maqedonase. Ashtu siç ne e pam për shembull me mosmarrëveshjen me Greqin për emrin, derisa ishte Nikola Gruevski, pra ish kryeministri, ky proces u bllokua komplet edhe për skaj shtypjeve, presioneve që i bonte partia në pushtet shqiptare atëherë Bashkimi Demokratik për integrim. U desht me ardh një parti politike maqedonase e cila kishte vullnet mirë për një gjë të tillë dhe ndodhi ndryshimi i emrit. Edhe tani mendoj që jemi në atë pozitë. Pra për të qartësuar dhe përmbyll. Po partitë politike shqiptare ose koalicioni aktual nuk kanë përshtypjen që është shumë interesuar për këtë çështje, por edhe sikur me qenë shumë interesuar, edhe sikur me bëu ndonjë lloj presioni, mendoj që pra do të jetë prapi pamjaftueshëm, aq më tepër duke parë edhe tani konstelacionet edhe brendshme politike, mos harrojmë që VMRO DPMNE ka 58 deputet në kuvend, që është një pozitë shumë e fuqishme, por edhe konstelacionet gjeografike. Atë që harova ta them kur ma parashot për të fillim, pra, ky lloj komoditeti në deklarata i zotit Mickovski, për mos me thanë kjo lloj arogance, karshi kësaj çështje, nuk buron vetëm nga fuqia politike e brendshme. Këtë edhe konjunktura ndërkombëtare për momentin ja lejojnë. Sot keni Europë që merret me luftën në Ukrainë, plus tani me ardhen e zotit Trump në që ndryshoj një Europë që kene, se me thamë popullët, s'ka men në kokë, pra, e keni Amerikë që për fat keq kanë për shtypjen që po tërhiqet, dhe presioni nuk ka prej ku vjen. Dhe sigurisht, tani, shembull, zoti Mickovski e ka edhe luksin me dhanë kësi lloj deklaratash, pra konjunkturat ndërkombëtare ja lejojnë një diçka të tillë. Se edhe tani mos jemi naif. Edhe ndryshimi i emrit. Pra, sigurisht po, kishte vullnet brendshëm, nuk diskutohet, por edhe një presion, ajde ose një lloj lehtësimi prej jashtë nevojitet.
Aq më tepër, ne duhet me ditë një diçka, Nora, që Ballkanësit, po hajta marrim ne tu Maqedoni, prej viteve 90 deri sot, asnjë proces i rëndësishëm nuk është shtyr pa ndihmën e faktorit, apo pa presionin, apo pa kërcënimin e faktorit ndërkombëtar. Ne jemi popull të tillë, veç pas tonë Maqedoni, që nuk kemi kapacitete shtetformuese dhe dia mbi shtetin mungon këtu. Dhe gjithmonë çdo proces e kena shtyr dhunshëm, pra të shtyr nga faktorit ndërkombëtar. Gjitha meri, ato problemet e viteve 90 me flamurin, me antarësimin e Maqedonisë në OKB, marrëveshja e Ohrit, ku di Përzhinoja nëse ju kujtohet. Gjitha pra është dashur një shtypje presioni faktorit ndërkombëtar. Çfarë do të them? Pra ne vetë këtu nuk kemi taft me gjithë asnjë problem. Ose edhe nëse dalim për Maqedonisë, ku di, Daytoni, Rambujeja, gjitha këto pra është dash një prezencë e faktorit ndërkombëtar. Kështu që derisa janë këto konjunktura, derisa nuk shohim një lloj presioni nga BE-ja, mendoj që kjo çështje do zvaritet edhe për një kohë të pacaktuar. Para se mos jemi skeptik dhe pesimist në këtë drejtim, por dua të kemi pak dritë në këtë tunel. Bashkimi Evropian që pas luftës dytë botërore ka qenë në një farë lloj gjumi ndoshta, edhe kjo situata me Ukrainën sigurisht ndezi alarme që të aktivizohemi dhe të jemi, sepse është një fuqi botërore, por sa ishte interesuar dhe Bashkimi Evropian që ta bëj pjesë të saj Ballkanin Perëndimor përgjatë gjithë këtyre viteve, pasi që ju thatë që me presionin e faktorit ndërkombëtar ka ndodhur shumë gjëra, por ato kanë qenë paralelisht BE SBA. Tash kemi një dimension tjetër. Mirë po nga aspekti tjetër, 10 vite pritëm për një marrëveshje, ndryshuam emrin. Edhe sa vite duhet presim, ndoshta do të ndryshojnë rrethanat gjeopolitike, por edhe politika në Bashkimin Evropian, për qenë në pjesë e Bashkimit Evropian, apo jo. Si isheni këtë dimensionin këtu është edhe e vullnetit, problemi, dhe këtu është gabimi zotit Mickovski dhe gjithë Vomaros. Kam përshtypjen që do ndodhe ajo që ndodhi me ndryshimin e emrit, do i humbim një 5-10 vjet, nuk e di sa, dhe prapë në fund të fundit do vi një parti politike, një koalicion qeveritar, i cili do i bëj këto lloj ndryshime. Dhe në fund ke humb 10 vite, ke humb miliarda euro, se fillimi i negociatave me BE do të thotë edhe ardhje të një mase të madhe shumash parash. Ke humb 10 vite dhe në fund do kesh pozicione më dobta se sa pozicionet fillestare. Zoti Gruevski, për shembull, në 2008, po që se kështë pranuar propozimin e Amerikanëve, për shembull, Republika e Maqedonisë së Veriut nuk do ishte erga omnes, por do ishte vetëm përdorim të jashtëm. Tani çka ndodhi pas 10 vite, ti kishe pozicione më dobta dhe pranove një kompromis më i dhimbshëm se sa nëse kishe planuar 2008. Edhe tani do ndodhe kjo, mendoj unë. Prandaj këtu mendoj që zoti Mickovski dhe gjithë mbështetësit pra janë duke bërë një gabim të madh. Së dyti më pajtohem që jo që BE-ja ka qenë sinqert. Pajtohem që ato kanë pas hezitimet e tyre, mos them edhe lojat e tyre, për arsye se pas zgjidhjes së kontestit të emrit, blokadën e parë për në BE Maqedonisja ka vendosur për fillimin e negociatave ka vendosur Franca në atë kohë me arsyetimin që duhet të miratohet një metodologji e re për negocim. Nëse ju kujtohet, kjo është 2019, dhe një vit më pas ja hapi rrugën Bullgarisë për me vë. Po, dua të them që po Bashkimi Evropian kam pas ato dilemat e tyre, por megjithatë unë edhe kështu përgjithësi jam për me u kthy tek vetvetja dhe me bëu autokritikën, pra me pa ne veten tonë. Po çka ne mendojmë se meritojmë të jemi, për shembull, meritojmë të hapim negociatat
me BE, po që si shofim gjendjen objektive dhe reale, nuk është që ato nuk i kam mbyll syt para nesh, edhe ato i kam mbyll syt, se faktikisht jemi në gjendje të mjerueshme. Mund kujtohet vitin 2022 apo 23, ambasadori Holandës, Turmachoni, pra pasi është deklarata më pak diplomatike që unë e kam dëgju nga diplomati huaj, kur na thanë sy, ju tha, i vindni paret tona, nëse ju kujtohet. Kështu e tha, edhe tha ku jem paret. Dhe mbajmen tha, ju i duni, tha, paret tona, por jo vlerat tona. Kështu e tha troq. Dhe tani kjo flet shumë. Ideja është që po BE-ja i ka ato mëkatet e veta, por nuk është që edhe ne kena qenë shumë serios në këtë çështje. Po letra i kemi ato që e folëm, këtë rregull mund tjetë, po në praktik, në zbatim, ne jemi shumë larg BE-s. E së treti tani pyetet normalisht kjo çështje e luftës së Ukrainës, kur filloi 2022, do duhet ishte një lloj avantazhi për vendet aspirante në BE. Por kjo varet a din apo nuk din ta shfrytëzojsh. Kam përshtypjen që Shqipëria me malëzi e shfrytëzuar këtë moment, sigurisht kjo mobilizoi Europën, Bashkimin Evropian, pra kur kemi ne një armik i jashtëm, çka ndodh solidarizimi ndërmjet nesh, ne po i solidarizojmë radhët tona, por Maqedonia fatkeqësisht mendoj unë nuk diti ta shfrytëzoj këtë kontekst të rast ku Europa e friguar nga një armik i jashtëm, pra po i hapi dyen dhe na tha hajdeni të bashkohemi gjithë së bashku. Dhe Maqedonia këtë kontekst krijuar gjeopolitik dhe politik mendoj që nuk ka arrin ta shfrytëzoj. Se pikpyetje, nëse nuk ndodhte lufta në Ukrainë, pikpyetje Europa do i kishte hapur dyer që ka hapur tani. Pra mendoj që ishte një mundësi kjo, sigurisht tani aspektin njerëzor, për fatkeqësi që ndodhen atje. A mund ta kapim këtë momentum tash? Apo besoj që po, mirë po shenja që dalin nga, që jepen, që shfaqen nga qeveria nuk na japin shumë shpresë që mund ndodhë, mendoj që mund ta kapim. Edhe për faktin që Europa edhe moralisht i ka një lloj borxhi Maqedonisë, ta themi edhe këtë, matë kohë erdh Merkel, erdh Theresa May, nëse s'gaboj, edhe pse Anglia nuk ishte pjesë e BE-s, erdhën sekretari generali i NATO-s, mbaj mend, 2018, dhe thanë, kjo është e fundit. Bëni ndryshimin e emrit dhe diçka përfundon, po, dhe nuk doli ashtu. Sigurisht nuk kemi një lloj viktime, pra Maqedonia është një lloj viktime. Unë pajtor dhe prandaj e thash fillim, moralisht ne mund ta kemi drejtën e Zotit komplet. Mirë po, politika nuk funksionon kështu. Pra megjithatë i forti i vendos edhe rregullat. Nëse do të kemi ndryshim të strukturës politike në fqiun tonë lindor, si mendoni se do të reflektohet ajo tek ne apo jo? Por nuk mendoj që ndryshon atje diçka kjo ndrimi i qeverive apo strukturave politike, parasysh se mendoj megjithatë që Bullgaria është shtet serios, pra janë një shtet që ka krijuar një konsenzus nacional sa i përket problemit me Maqedoninë, le të themi, dhe që një parti politike, një kryeministër i ri, që mund bëjnë ndonjë lloj ndryshimi, nuk e mendoj, sigurisht për finesa, për niansa, po mund ndodhin, mirë po në thelb kërkesat e Bullgarisë do ngelin këto. Dhe së dyti, koha nuk punon favor tonin, pra ato janë pjesë e BE-s, nuk janë ato që kërkojnë diçka, jemi ne ato që lusim dhe kërkojmë. Dhe Bullgaria është komode, veç mas këto kontekst që e thashë në fillim, ku Bullgaria ka fituar një peshë të fuqishme geostrategjike dhe politike tani me luftën në ruso-ukrainase. Nuk e di cili faktor ndërkombëtar, botnor, do t'i bëjë presion Bullgarisë
për një shtetë si që është Maqedonia. Pra, mos harrojmë që Bullgaria ka dalje në detin e Zi. Është koridori, një nga koridoret kryesor të NATO-s për ndaj Ukrainës. Dhe kështu që do t'i që naive me prit ne që dikush me i bo presion madh Bullgarisë për një kontekst që fundit ne kena nënshkruar një marrëveshje, pra propozimi francez, që është korniza negocuese. Ne vete e kena nënshkruar atë, jemi pajtuar si shtet. Dhe tani është obligimi jon për me i bo atë lloj ndryshime kushtetuese. Kur përmendin këto marrëveshjet, kemi shumë marrëveshje. Duke filluar nga marrëveshja e Ohrit e më parë, ndoshta por marrëveshja e Ohrit si një nga marrëveshjet mjaft të rëndësishme në veçanti për popullin tonë shqiptar në vend. Por edhe marrëveshje tjera. Sa mendoni se janë realizuar në tërësi të gjitha ato marrëveshje? Dhe çka ju lën hapësirë nëse nuk janë të realizuara në tërësi dhe ka mangësi? Nëse keni fjalën për marrëveshjen e Ohrit, të bësh një vlerësim objektiv është e vështirë. Duhet me pasi, fillimisht duhet me i thanë cili ishte synimi i marrëveshjes së Ohrit. Çka synonte marrëveshja e Ohrit? Sipas meje, marrëveshja e Ohrit pra përbëhet nga dy thelbe, pra vetë përmban dy qëllime, dy synime. Qëllimi i parë i marrëveshjes së Ohrit ishte pra përfshirjen e shqiptarëve në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore, e kështu me radhë. Kryesisht përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve në për institucione politike dhe ndalimin e diskriminimin ndaj tyre. Sa i përket këtij qëllimi, mendoj që është arritur mjaftueshëm apo është arritur një lloj niveli. Shqiptarët vërtet u avancuar, u punësuar, e kështu me radhë. Ndërka qëllimi i dytë, mendoj unë, i marrëveshjes së Ohrit ishte me kriju një shoqëri multietnike, një shoqëri ku ndasit do të ndalen një herë për gjithmonë. Dhe këtu qalon, apo ky synim nuk u arrit. Maqedonia, megjithatë, është një shtet i ndarë. Objektivisht janë dy shoqërisë cilat jetojnë në dy botra paralele. Ne kemi shkolla të ndara, kemi universitete të ndara, kemi hapësirat sociale, kemi të ndara, qytetet i kemi të ndara. Pra në këtë dimension, pra marrëveshja e Ohrit mendoj që dështoi komplet. Ne jemi dy grupe etnike, le të themi, dy kombe, si doshë, cilit që nuk e njohim njëri tjetrin, ne akoma e paragjykojmë njëri tjetrin. Ndërkaq marrëveshja e Ohrit pra kishte synim një lloj krijimi të kohezionit gjithë në Maqedoni. Dhe ne akoma tani nuk hyna atë kush i ka fajet, çush i ka fajet. Se është një temë mjaft e zgjeruar. Tjetër dhe gjatë, unë thjesht po bëj disa konkluzione objektive mendojmë. Pra, akoma ngelëm një shoqëri e ndarë, shoqëri ku dy grupet kryesore etnike, Maqedonasit dhe shqiptarët, 25 vjet pas nënshkrimit të saj marrëveshje, akoma hajen, thot populli, hajen për çështje etnike. Ne hala nuk i te kalum ku di unë gjuhën flamurin, to çështje etnike. Akoma ne kemi këtë lloj problemi. A shfrytëzohet ky moment për kjo situatë për favorizim, siç e shohim edhe për krahjen e partive politike maqedonase apo shqiptare në zgjedhje? Pra, nacionalizmi është mbase ideologjia më e përshtatshme për manipulimin dhe eksploatimin e ndjenjave të qytetarëve. Është një ideologji, meqense luan me fushën e ndjenjave, aty ku ka ndjenja s'ka arsye racionalitet, pra aty s'ka mendim kritik, pra është e përshtatshme për manipulim. Dhe nacionalizmit, jo në Maqedoni, këtë politikanë në Ballkan që
kur fillun formimi shteteve kombëtare, ja kanë pa hajrin. Nacionalizmi është arsyeja kryesore që shumë parti politike kanë qëndruar dhe akoma qëndrojnë pushtet. Dhe kjo vlen si për tek shqiptarët, si për tek maqedonasit. Këtu o problemi, që unë mendoj se ndonjëherë kjo është një strategji e qëllimshme me lujt me ndjenjat nacionaliste për me mistifiku dhe fsheh shumë çështje tjera. Në 25 vjet nuk karim diskutojmë asnjë çështje tjetër përveç tyre çështjeve që kanë temë nacionaliste. Ku di, ekonominë nuk e kena diskutu, arsimin kur nuk e kena diskutu, shëndetësinë, ku di, femrën, është hap në herë në debat publik shoqëror për çështjen dhe pozitën e femrës. Pra, gjitha këto tema janë peng i një teme. Pra, 25 vjet e dëgjojmë gjua, flamuri, nuk e di. Dhe këto janë, pra, kjo një fatkesi për një shoqëri. Unë seriozisht, kur u formu qeveria para 2 vjet, 2024, në u tha neve që prioritetet e qeverisë do jetë lufta kundër korrupsionit, zhvillimi ekonomik dhe integrimi në BE. Kuptimin në u tha që çështjet etnike u mbyllën njëre për gjithmonë. Dhe unë u gëzova faktikisht, po me kush që të ruhen të arritura deri tanishme, por ja që nuk ndodhi. Me njëherë fillon u hap çështja e balanserit, e ku ta di badenterit, e tash gjykata konstitucione po prek në ligjin e gjuhës. Shiko, prap nuk i mbyllëm. Se kjo, pra është një instrument që sjell vota dhe pushtet partive politike kjo. Nacionalizmi, sa herë kështu ka qenë. Por u lan hapësira mjaft për të manipuluar me këto çështje dhe të vazhdohet edhe më tej. Profesor, edhe pse do të kisha kënaqësinë të flasim dhe diskutojmë edhe në shumë tema tjera, do duhet ta përmbyllim këtë emision me një konkluz. Përmenden edhe zgjedhjet përsëri, do të thënë zgjedhjet parlamentare në vend. Sa mendoni se do të ishin të realizueshme në këto kushte dhe sa do të pengonin apo do të ndihmonin procesin eurointegrues, procesin demokratik temi, jo vetëm eurointegrues? Unë realisht nuk shoh asnjë arsye për me shku në zgjedhje të parakohshme. Në asnjë mënyrë, jo vetëm procesin eurointegrues, gjitha proceset tjera do t'i pengonin zgjedhjet parakohshme. Kur do të qofshin ato që flitet në maj, prill apo shtator, tetor. Nuk kemi ne nevojë të tillë. Kjo qeveri ka numrat e mjaftueshme, ka legitimitet, full legitimitet, 58 deputet, pra për me ndërmarrë gjitha llojet e reformave. E ka të legitimitet. Pra s'ka nevojë për zgjedhje. Unë do ta përfundoj kështu shkurt të çështje. Gjitha llojet, paktën për mund duket edhe pak kështu jo modeste kjo çështje. Gjitha llojet e diskutimeve edhe to nispat për reforma për mendimin tim janë kota. Ne kemi vetëm një shans që ky shtet, nuk them me u bë Skandinavi, jo. Pak me hym binare, te ne thon me jarth era shtet. Vetëm një shans. Procesi eurointegrues. Gjitha këto nismat për reforma, do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, do reformojmë, këto janë broçkullat kota. Ne për 35 vjet kemi dëshmuar që kapacitete shtetformuese dhe institucionale nuk kemi. Pik, në është dharë rasti me 10 herë me dëshmu që mundemi. Unë më një shkoj shumë largë. Ky lloj shtete, si që shijoni, ekzistojnë fal interesave të fuqive të mëdhaja që kanë interes me ekzistu. Se neve me na lan vetë. Ne shkatrohemi brenda shumë pak kohësh. Kështu që ky shtet dhe këto qytetarë e kam vetëm një mundësi, eurointegrimin. Kjo është shansa e vetme. Gjithë tjetra, më e mira që mund të ndodhë është ruajtja kësaj status quo-s. E status quo ne e shohim, korrupsioni ka arrit kulmin, gjyqësia ka paramendo 2% besueshmëri tek qytetarët. Arsimi komplet ka
ka dështu, e kështu me radhë. Pra, kjo mundo dhe status foja. E vetë me shanse kena këtë bëja. Unë shpresoj se deri në fund të vitit 2026 përsëri do të takojmë dhe do të flasim në këtë çështje, por shpresoj që të jemi më shumë pozitiv dhe optimist se do të ndryshojnë gjërat. Faleminderit. Ju faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë. Të nderuar, këtu edhe përmbyllim minutat e veçuara për këtë edicion. Bashkimi Evropian dhe ne takojmë sërish javën e ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbëjtje.